Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të emisionit ku do të flasim pak për tregun e automjeteve në Shqipëri. Duket se gjithmonë më shumë Volkswagen po fiton terren kundrejt Mercedes-Benz, që ka qenë marka historike e makinave në Shqipëri. Pse po ndodh kjo? Cila është tendenca? Çfarë preferojnë sot shqiptarët dhe si e zgjedhin ata makinën e tyre? Si një mjet I cili duhet jetë për të dukur nga të tjerët apo si një mjet praktik në plotësimin e përditshmërisë dhe nevojave të tyre. Diskutoj sot me ekspertin e motosportit Indri Hoxha. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë. Edhe faleminderit që gjetë kohë sepse di ke qenë ngarkuar këto kohë duke qenë se edhe vetë ke nisur një emision për të shërbyer publikut në informacione për makina. Kemi nisur një emision që synon rritjen e kulturës automobilizmit, përmirësimin e kulturës automobilizmit, është fillimi I saj, është diçka shumë interesante që kushdo që edhe nuk është interesuar për automobilizmin mund ta ndjekë dhe mund të kalojë një kohë shumë të mirë duke e parë. Mi të gjitha ne duhen informacione dhe gjëra cilësore të cilat na e mbushin ato kohën e lirë me informacion të mirë. Po nga ana tjetër, flasim për Mercedes-Benz dhe Volkswagen. Duket se Volkswagen ka marrë më shumë dashuri nga shqiptarët këto vitet e fundit, sepse ata po I orientojnë gjithmonë më shumë blerjet e tyre drejt kësaj marke. Çfarë ka ndryshuar? Pse Mercedes-Benz, të paktën tek autoveturat, nuk është më mbreti? Nuk është se ka ndryshuar gjë. Pa çka se ne kemi dashur si kom gjithmonë Benzin prej vitesh, Volkswagen ka qenë gjithkohës aty prezent dhe ka qenë gjithkohës opsioni më I mirë I mundshëm, ekonomi, cilësi për ne. Dhe thjesht kohët e fundit është shtuar kjo gjë. Pra nuk është se po del për herë të parë, po thjesht është zmadhuar duke qenë se shqiptarët në fund po kuptojnë që makina më e mirë e mundshme është ajo që nuk shpenzon shumë, po t'jep ato që ke nevojë. Edhe një prej tyre është Volkswageni që ku cilën e kanë gjetur veten dhe po vazhdojnë dhe po e blejnë dhe po e rrisin akoma atë konsumin ndaj saj. Edhe pse Volkswagen vet nuk ka përjetuar periudhën më të mirë si kompania, apo jo, të paktën gjatë vitit fundit? Shumë vite, po themi 10 vjeçarin e fundit ose 20 vjeçarin maksimumin, që ka pasur shumë ulje ngritje. Do thënë është një kompani që ka vuajtur shumë dhe një prej tyre ka qenë Dieselgate në 2016 që u bë shumë edhe më herët u bë shumë problem për Volkswagenin dhe pati një rënje shumë të madhe, po kur je superfuqi e kalon këtë gjë, ndryshe nga markat e të reja që dalin sot. Cilat janë kriteret kryesore mbi të cilat shqiptarët I përzgjedhin makinat, Indri? E di që nuk mund të themi për gjithnjësoj, po gjejmë një mesatare, nëse mundemi ta bëjmë diçka të tillë. Një pamja. Okej. Një pamja kryesore, asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Një. 3 hapësira bosh, konsumi. Pastaj janë cilësia, ose më saktë cilësia në të thënë, sepse ne shpesh nisemi me faktin që këto janë të mira se kemi dëgjuar që janë të mira, po jo se e vërtetojmë dot ose e kemi të faktueshme që është e mirë si makinë. Dhe jo çdo makinë është njëjtë si tjetra. Po, 2 modelet të njëjta kanë, për shembull, Toyota Yaris për shqiptarët është një nga makinat që është më e mira në botë sepse konsumon pak, nuk prishet kurrë edhe është si thua e rehatshme për atë vlerë që ti po shpenzon. Por Toyota Yaris ka një motor e zëmse gjithmonë, ka një motor të mirë, ka një motor të keq, pra Toyota Yaris nga Toyota Yaris ndryshon. Pra çdo makinë pas shumë diferencë mes Toyotave, domethënë Yaris në këtë rast që janë manuale dhe atyre që janë robotike. Kanë shumë probleme nga çfarë edhe kam dëgjuar, nuk e di në jam me saktë apo jo këtu, po përgjithsisht robotike si kambjo është pak më problematike dhe pak jo komode për të gjithë. Edhe nëse nuk do t'japi probleme, prapë është ndrimet e marsheve janë shumë të gjata dhe shumë jo të rehatshme për të gjithë. Por ajo që dua të them është që çdo makinë ndryshon nga njëra tjetra, pra çka se është njëjti model, pra janë specifikat që e bëjnë makinën të ndryshojë. Dhe ne këtë nuk e dim, por këtë shpesh themi që okay, ky Yarisi është makina më e mirë dhe po shkojmë për Yaris, pa e ditur çfarë motori ka, çfarë kambjo ka, apo çfarë historiku ka ajo makinë specifike. Sepse këto janë si pasaporta e makinës që duhet I shohim në mënyrë që dim në po marrim një automjet cilësor apo jo, se patjetër varet nga përdoruesi që e ka pasur më herët nëse është një makinë e përdorur, apo varet edhe nga shumë arsye dhe faktorë të tjerë. Një interes I lartë në Shqipëri për gjatë viteve të fundit po shihet edhe për makinat elektrike, Indri. Po
përtej gjithë benefiteve që ka marrja një makinë elektrike, ka edhe shumë mite që shoqërojnë her pas here. Cilat janë disa prej atyre që ti dëgjon më shpesh sa i përket makinave elektrikeve? E para është që thonë në rast aksidenti, makinat elektrike, kur flasim elektrike, ka shumë elektrike dhe këtë do ta specifikojmë. Po flasim për kinezët në këtë rast, sepse ato janë ato që kanë pushtuar më së shumti tregun e makinave elektrike dhe në përgjithësi të makinave. Por mitet më tepër qarkullojnë për makinat kineze. Makinat europiane apo të shteteve të kontinenteve tjera nuk është se kanë shumë mite në qarkullim përveç faktit elektrike, si makinë ka ato problemet e veta që janë për shumë i ftohtë ose nxehtësi shumë i lartë, pra temperaturat ekstreme përjetojnë pak pjesën e konsumit të baterisë. Ndërsa si makina, kinezët kanë pasur mite të ndryshme të cilat nuk janë lehtësisht të vërtetueshme, faktit të aksidenteve. Pra do të thotë një makinë kineze në rast aksidenti thonë që vjen në Shqipëri kushton lirë dhe vjen në Shqipëri e pa certifikuar dhe prandaj nuk ka sigurinë e duhur. Unë do thoya që ky është një mit, por nuk është 100% e faktueshme, sepse të gjitha makinat nuk mund të futen dot në një kategori. Pra, ke makina kineze të cilat janë super safe, pra në aksidente nuk kanë asnjë lloj problemi, janë me 5 yje, edhe makina kineze ashtu siç ka dhe europiane, ashtu siç ka dhe makinat e tjera që mund të jenë me 4 yje, me 3 yje etj. Me radhë. Pra, varet gjithmonë nga marka, nga modeli, nga makina etj. Me radhë. Janë shumë kritere dhe faktorë që e bëjnë më tej cilësinë e një makine. Unë po i referohem një video që ne kemi në Instagramin ton startviskan.tv ku flasim për makinat elektrike dhe ka komente të ndryshme që lidhen me sigurinë. Po njëri shumë kujtohet në këto momente dhe do doja të ma komentoje edhe ti është nuk do guxoja kur të ngjisja një malore, një mal po themi, me një makinë elektrike. Po, nuk e kuptoj pse, domethënë mos ngjisi malin, unë për vete nuk i preferoj elektriket, flasim elektrike, nuk i preferoj për çështjen se unë i dua makinat për qef, në kuptimin që nuk kam nevojë për të pasur një makinë ekonomike për Tiranë. Nëse do doja një makinë ekonomike për Tiranë, elektrike është zgjidhja më e mirë. Nëse do doja diçka për mal, unë personalisht do e preferoja jo elektrike, për 1000 arsye të ndryshme. Por, nuk është se ka një pengesë që makina elektrike mos të ketë performancën e një makine me konsum brendshëm. Vetëm gjë që pengon është fakti i baterisë, që nëse bën një rrugë të gjatë, më shumë të gjatë se që e ke parashikuar, mund ngelesh në rrugë. Kjo është vetëm gjë nëse nuk e karikus. Ndërsa me makinat me konsum me djegje të brendshme nuk është ky lloj problemi. Por për gjë tjetër nuk është se ka ndonjë diferencë. Mbandje makinat elektrike kanë ato që quhet instant torque, pra kanë tërheqjen e vazhdueshme gjithkohës. Pra domethënë në çdo lloj momenti që jep gaz, ajo e ka atë tërheqjen. Pa çka se nuk ka emocion, nuk ka shpirt, si gjë është tjetër temë, por nuk është performancën e ka. Nuk mund të themi që është e rrezikshme ashtu sikur se ekzistohen shpesh. Unë kam përshtypjen që makinat elektrike janë e ardhmja Indri, sepse ne gjithmonë më shumë po përpiqemi të shkojmë drejt zero emitimeve dhe duhet edhe të jemi goxha të hapur për të pranuar këto ndryshime që po vinë. Shiko, mënyra se si po reklamohet në thonjza është që makinat elektrike janë e ardhmja, sepse nuk kanë ndotje, por në të vërtet nuk është kjo. Pra, makinat elektrike nuk kanë ndotje goxha, domethënë krahasuar me atë që thuhet, sepse të prodhosh baterin e një makine elektrike ndot shumë më shumë se sa... Pra, nga fabrika, po themi? Po, përveç asajt. Ne si Shqipëri nuk kemi ndotje sepse ne kemi hidrocentrale o termocentrale, por shumica vendeve tjera janë me termocentrale dhe ato kanë ndotje për prodhuar energjinë elektrike. Po të marrësh faktin e ndotjes që sjell një makinë me djegje të brendshme, nuk është as pak shqetësuese për ambientet ku ne jetojmë, sepse është aq e ulët sa nuk i bën fare diferencë komplet sistemi tonë. Varet edhe nga vitet, sa vite ka në përdorim se. Në përgjithësi, po të marrë makinat e reja, një makinë Euro 6 nuk ka as pak problem në aspektin e ndotjes. Patjetër që ka ndotje. Më kujtove diçka që kam parë së fundmi për Greqinë, sipas një barometri për sondazhe, nuk e di ç'ishte, një raport sa i përket makinave në Evropë, Greqia ishte vendi me flotën më të vjetër të automjeteve, që lidhej patjetër me krizën ekonomike të vitit 2008. Ndërkohë në Shqipëri duket se ka një tendencë për të shkuar, po të kalosh në rrugët e Tiranës, ti e vëre fare thjesht që ke shumë mjete edhe luksoze, edhe të shtrenjta. Pse është kjo natyra jonë kështu, pra?
Kthehemi te ajo e para që tham, cilësia numër 1 që një shqiptar blej makinë është një pamja. Domethënë, përveç funksioneve që makina ka, pamja është super e rëndësishme për të gjithë ne. Kemi pasur fatin që ndryshe nga shtetet e tjera, ne të marrim makinat elektrike me zero për një vlerë shumë të ulët, krahasuar me vendet e tjera të Europës. Kemi pasur fatin që ne kemi lejuar importin me makinave nga Korea, dhe kjo na ka sjellë një benefit shumë mirë, sepse për një vlerë shumë të ulët monetare ne mund të merrim një makinë goxha të shtrenjtë krahasuar me tregun evropian. Dhe këto dyja janë besoj arsyet kryesore që ne kemi pasur makinat e reja e tjera me radhë. Pa shka se ne kemi edhe një disnivel shumë ekonomik, pra o kemi makina shumë të lira, o kemi makina shumë shtrenjta, nuk është se shkojmë dhe blejmë një makinë me zero, cila është diçka mesatare. Ma bën dot një ndarje mes makinës së preferuar të një burri shqiptar dhe të një gruaje shqiptare, ku janë më shumë të orientuar? Burrat shqiptar janë më shumë ke luxury sedan ose SUV, SUV, ndërsa femrat janë mini SUV, pra SUV-t, SUV-t ndahen në disa kategori të ndryshme, mini, medium edhe large SUV. Burrat janë të large sedan, pra makinat e mëdhaja që janë luksoze, ndërsa femrat janë më tepër ke të vogla dhe ke SUV-et e vegjël. Më thëmë BMW X1, GLC... Duket qartë zi që ne vajzat jemi gjithmonë më praktike. Nuk është punë prakticiteti, do të thoja më tepër punë aftësi parkimi. Okej, qëndron edhe kjo. Më thënë, nuk është vetëm çështje praktike, është trafiku, janë shumë gjëra të tjera. Në për Europë, në për botë, meshkujt mbajnë makina të vogla, tek ne kemi pak atë mentalitetin që është pak turp. Po që të paktën duke parë situatën me parkimin, ndjej që ka ardhur momenti të ndryshoj pak ky mentaliteti. Të thënë drejt, duke parë situatën me parkimin, me mirë është mos kesh makinë fare, sepse çdo lloj makine të kesh, njëjta gjë është, njëjti problem është, parkimi është besoj në pikën më të keqe të mundshme. Kam dëgjuar shumë në fakt ta sugjerojnë që makina në një qytet, besoj ne kemi gjitha qytetet shumë të vogla në raport me Evropën, mund të mos të duhet, dhe në momentin që ti do të lëvizësh, praktiko marrjen e një makine me qera. Është një metodë shumë e mirë, po me sa duket është nevoja jona ta kemi sidoqoftë. Është një problem që vazhdon dhe zgjerohet, edhe besoj se me ndrimin e mentalitetit të ndryshoj edhe pak problemi. Do konsiderojmë makinat me qera, do konsiderojmë transportet alternative, pra ka goxha mënyrat ndryshme, por është thjesht mentaliteti jonë që duhet ndryshoj. Dhe në fund fare, edhe pse kemi diskutuar shumë herë, cili është aktualisht tregu më i mirë për blerjen e një automjeti? Ndryshon, varet, të përdorur, të re. Gjithmonë tregu më i mirë mbetet tregu europian në aspektin e garancisë, por dhe tregu i makinave të përdorura në Korenë e Jugut është goxha i konsiderueshëm, sepse nuk ka se ka ndryshim makinat europiane me makinat e Kores, pra është e njëjta makinë, ka detaje të vogla që nuk bëjnë as pak diferencë. Përgjithsisht makinat europiane që shiten në Korenë e Jugut janë të njëjtat makina, sepse prodhohen nga të njëjtat fabrika, kështu që nuk ka dy standarde në këtë rast, por thjesht është çështje çmimit, është çështje e makinës që merr, pra unë mund gjej një makinë goxha të mirë në Kore për një gjysmën e çmimit që mund ta gjej në Europë, nuk kam asnjë arsye pse mos ta marr. Më thonë është e njëjta gjë. Nëse do marrë makinë të re me zero, mira është ta marrë ose në Europë, ose në Shqipëri për çështje garancie. Se makinat e reja kanë garancinë edhe ta marrësh në Kore me zero nuk bën sens sepse i bie ta ridërgosh, sepse tregu europian përgjithsisht nuk i njeh garancitë. Indrit, falenderoj për bisedën, tani si ta gjejmë emisionin në YouTube? Quhet Revolution. Revolution. Kush do të mësoj për makinat, supportojmë ata që në fakt po bëhen kolegët tanë të ardhshëm. Falenderoj edhe një herë dhe të uroj një ditë sa më të mbar.